analiza dhe vlerësimi i situatës së parë luftarake dhe asaj diplomatike të palës që ka marrë përsipër ndërmjetësimin e këtij konflikti dha rezultatin e parë. Rezultati i parë, dhe ky është produkti, është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklaruan afrimin e ndihmës Ukrainës si në aspektin e teknologjisë ushtarake, ashtu dhe të aspektit financiar. Natyrisht që të gjithë ne që kemi parë se si situata është zhvilluar, duke marrë informacionet që na serviren për aq sa ne marrim, detyrimisht që asnjëri nuk ka thënë asnjëherë që konflikti do të përfundojë shumë shpejt dhe do të vendoset marrëveshja e paqes Trumpi ka thënë atë që unë do mbaroj për 3 ditë, për 1 ditë. Tashi, kjo pjesa e thënies nga liderët, për fat të keq, jo gjithmonë paraqet e pasqyron realitetin. Këta liderët tanë politikë shqiptare e mësuar që bën premtime moshe, po kur e thot Trumpi njëu dhe beson, ka prirje. E para natyrisht që në kohën duke i qëndruar asaj çfarë ai përdori në fushat dhe paraqiti për botën në përgjithësi, i ka qëndruar edhe për një kohë të shkurtër, të cilën ai e deklaroi dhe e theu vet, sepse i la barrën e fajt ose peshën e fajt ja la më shumë ish presidentit Biden, por fatkeqësisht në këto momente që e stat që ne jemi, ai është futur realisht për të luajtur rolin e tij ndërmjetës, duke parë marrëveshjen dhe interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ukrainën, dhe duke parë edhe pjesën e tjetër. Unë do thosha që pjesa financiare, që nuk është në vlerë kush e di çfarë, por pjesa e teknologjisë dhe armatimit në përgjithësi, do t'i shërbejë Ukrainës në të ardhmen, jo shumë për sot, pasi me vendosjen e armpushimit dhe nënshkrimit e marrëveshjes ku palët themun tani në nivelin strategjik janë duke bërë llogaritë e tyre se çfarë do të paraqesim dhe këtë do të mbrojmë me këmbgulje për të arritur definicionin si përfundimtar, mendoj se do të shërbejnë Ukrainës pasi të nënshkruhet marrëveshja dhe të vendoset armpushimi. Natyrisht që nuk është kaq e shpejtë dhe kaq e lehtë, por do thosha që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po luajnë rolin e tyre parësor dhe ndërmjetësin e pa anshëm pavarësisht nënshkrimit të marrëveshjes që ata dëshironin me Ukrainën.